Themi shikues të nderuar, jemi përsëri në sallën e 13 qershorit në Ferrand. Me neve është kryetrajneri i ekipit të Raveci 029 Bujar Loçi. Trajner, pse nuk po ma shumë piçeleko të tretë të ekipit tonë? Jashtëzakonshëm. Ti ke ditë që mujt edhe i ka shumë afër me rezultate edhe për Prishtinë me mujt, e ke mujt Golden e Pejen, e mujt e Bashkimin. Po mungon konsistenca më duket? Jo, nuk mungon konsistenca, po duhet me ditë që rosteri i yllit ka ndryshu. E vërtet? Rosteri i yllit është jashtëzakonisht ma kvalitativ se herën kur ka lujt kundër neve. Normalisht që kur vinë lejtarë kvalitative ndrojnë lojën, po ne duna mi përgëzdu lejtarët e mi që prej 24 diferencë kanë orë në një diferencë. Tana që ka ndollë, ajo që ka ndollë, tana kanë qenë disa gabime objektive, disa gabime subjektive, të cilat kanë diku më bëhë kjo rezultati cili jo. Mirë po në duna mi përgëzdu lejtarët e mi që kanë tregu lojë jashtëzakonisht të mirë, posaçërisht në pjesën e dytë, në treti, posaçërisht në atë qerek, motivus, kurse yllit veç që fitoren e merituar që uroj edhe ti uroj sukses në të ardhmen. Trener, që me thonë? Raveci o gjithmonë një pjesë e lezetshme kur ta shohim edhe e ki bërë lojën shumë më interesante se që e kemi menu, tham 20 minutat parë në menum që ka me qenë jo vetëm unë, po gjithë që e kena shiku. Dëshiroj që me mujt me pru nivelin e basketbollit që ne ku tretë edhe në ndeshje tjera e shkon menoj Ajo më varet për rosterit lejtore. Normalisht që çdo trener ka që me pas lejtar kvalitativ, ka qef me pas buxhetin e ekipeve të mëdha të cilat i kanë. Ju e dini që edhe disa sende teknike janë ato që ta përkufizojnë që çdo me lujt në terren. Kështu që unë po them Raveci këtë djali që 3 vjetë ka bu klubin për ligës 2 parë këto dhe po të regon lojt mira të duhet me përgëzu, po plus asaj që duhet me përgëzu dhe duhet me ndimu, po sa qërisht bizneset e Ravecit. Koç, faleminderit shumë, natën e mirë edhe suksese për të ardhmen. Është kryetrajneri i ekipit të Ravecit të nderuar shikues, Bujar Loçi, dhe ta besoj që shumë shpejt do të kemi edhe kryetrajnerin e ekipit të Golden Eagle yllit Zotëri Elshoni.